Struktura organizative në spitalin e qytetit në Kumanov është diskriminuese dhe nuk respektohet përfaqësimi drejt dhe adekuat. Në disa reparte, nuk ka asnjë shqiptar, ndërsa në repartet që i takojnë shqiptarëve nuk është bërë asnjë lëvizje. Pasqyra organizative rezulton kështu: në interno, kryeshefi Maqedonas, kujdesi intensiv Maqedonas dhe te diabeti Maqedonas. 6 Maqedonas, asnjë shqiptar, edhe pse 2 pozita janë parapart për mjek shqiptar. Pediatria Maqedonas, kirurgjia kryeshefi Maqedonas dhe shefi sallës Maqedonas. Për anestezi nuk ka as mjek dhe as kryeshef, ndërsa motra kryesore është Maqedonase, reparti infektiv Maqedonas, psikiatria dhe psikologjia Maqedonas, urgjenca motra kryesore Maqedonase, ndërsa njëjtë është edhe dermatologjia. Gjithashtu edhe bordi dhe administrata publike janë të papërfaqësuara në raport me përqindjen e shqiptarëve, përkatësisht 40%. Drejtori aktual Sasho Stoshevski thotë se pozitat merren sipas meritës dhe jo sipas përkatësisë etnike. Me përgjithësi deklaroi dhe qëndroi pas asaj se në spitalin e Kumanovës nuk ka hapësirë për parti politike. Nuk ka hapësirë për përkatësi fetare dhe etnike. Çdo kush që do të punojë që tregon interes, që është i gatshëm të udhëheq, është i vendosur në pozitë të përgjithshme dhe në vende përgjithëse, pa dallim nëse është Maqedonas, shqiptar, turk apo rom. Aktualisht shqiptar ka vetëm në repartin e ginekologjisë, ortopedisë, radiografi dhe ORL. Shqiptarët më të përfaqësuar janë në shërbimin teknik, ndërsa udhëheqësja e farmacisë, avokati dhe sekretari janë Maqedonas. Në rrethana jo zyrtare mësohet se Stoshevski çështjet nuk i ka adresuar te partitë politike, nga ku edhe duhet të buron marrëveshja për mbulimin e reparteve dhe udhëheqjen e tyre në proporcion me përfaqësimin e drejtë dhe adekuat.